E ku ka më mirë se një super fërges me speca dhe salam nga tona? Që nga pamja, kjo duket që është një recet që të hap oreksin me njëherë. Ju ftoj të bëni tag në komente të gjithë miqtë tuaj që mbarojnë pas fërgesës. Do i detyroni dhe ata të shkojnë në supermarket, blejnë produkte nga tona dhe ta bëjnë këtë fërgesën sepse është vërtet shumë e mirë. Dhe që kjo fërgesa të dilte fantastike, jo vetëm që kam përdorur produktet e cilësisë së lartë nga tona, por kam përdorur dhe gjithë fshati ani nga fshati i gjyshit tim. Tani me njohurinë time dhe me aq sa më kanë thënë tjerët, unë e di që fërgesa nuk bëhet me qep, kështu që kam përdorur vetëm domate edhe speca. Kam përdorur speca e shqile dhe specat kuq, e kam hedhur pak krip sepse gjizën e kisha vetëm me krip dhe nuk doja ta bëja shumë të kripur. Pasi specat janë zbutur, do të shtojmë domatet. Dhe për fërgesën sot kam përdorur këtë sallamin nga tona. Do të marrim një tigan tjetër dhe do ta vendosim që të skuqet. Ndërkohë te specat do të shtojmë gjizën bio të fshatit. E si kur ta dinit se çfarë arome po vjen te kuzhina ime tani, do vinit me vrap. Në qoftë se deri tani nuk dini çfarë të gatuanit për drekë ose për darkë, ja ku keni një super ide, një fërgesë me speca dhe sallam nga tona. Kjo fërgesa ta bën me sy si mos ta provosh. Faleminderit shumë tona, unë tani do ikit shijoj fërgesën, ndërkohë ju nxitoni, shkoni me vrap në supermarket dhe bëjeni fërgesën si puna ime. Faleminderit shumë. Ciao.